sepse shumë çka ka ndryshuar në 2 muajt e fundit pasi ai ka shkarkuar Veliajn dhe ka thirrur zgjedhjen në Tiranë. E para nuk e ka pritur që kandidati e tij për Bashkinë e Tiranës ishte kaq e dobët. Nga pikpamja e komunikimit publik. Eugjen Marasiliu është, ku diun, sikur zoti Rama të vinte vërdall në për zyrat e Selis PS-s, dhe në punësin apo në punësin e parë do të ndeshte në rrugë, do ta emëronte kandidate, besoj do ishte më mirë ose kandidat do ishte më mirë se zonja Marasiliu. Zonja Marasiliu ka një profil. Zonja Marasiliu nuk ka qenë asnjëherë kandidate për një gjë serioze. Mund të ketë qenë, ku diun, mund të ketë qenë shpërndarëse letrash, por nuk, edhe një herë, një gjë tjetër është menaxherja mbara paskelës e fushatës, një tjetër është fytyra kryesore e fushatës. Zonja Marasiliu nuk e ka këtë potencial, nuk e ka këtë kapacitet. Aq e vërtetë është kjo sa që zoti Rama në mënyrë gati dëshpëruar e kishte vënë për një farë kohe faqen e vet Facebook në dispozicion zonjës Marasiliu. Të postonte videot Marasiliu, të merrte podcast Marasiliu, pikërisht për të kompensuar këtë mungesë të karizmës apo të personalitetit politik që ka Marasiliu. E dyta, unë besoj ka të bëjë me perceptimin e qytetarëve të Tiranës që kjo do të ishte një garë në tresh. Por nuk do ishte një garë vetëm mes 2 kandidatëve, PS-PD, po do ishte edhe Lëvizja Bashk një konkurrente shumë e fortë. Për mendimin tim, Rama ja ka frikën garës në tresh, sepse është ajo garë ku ai